Kjo është arsyeja pse na thamë që masi që do vi faktura raport do ta paditëm zyrën rregulatorit të energjisë elektrike për kompenzim të dëmit material, po dhe dëmit moral. Moral është pikërisht stresin që ka shkaktuar kompanive. Për shkak se shumë kompani kanë pas një plan të financimit ose një plan të investimit dhe nuk kanë arrit për shkak që ka ndërhyrë zyra rregulatorit të energjisë elektrike që ata atë plan ta implementojnë. Ato kanë qenë humbjet më të mëdha. E dyta ka shkaktuar një pasiguri tepër të madhe, se asnjë biznes sot nuk është i sigurt se çka do ndodh muajin e ardhshëm, ose sot do të jetë fatura energjisë elektrike muajin e ardhshëm, se sot do prit pari, domethënë sot jemi me datën 26. 25. Sa jemi sot? 5-6, po, ende nuk e kemi një çmimore nga korporata energjetike e Kosovës se sa do të jetë çmimi i energjisë elektrike. Ne e dim që në Alpex brenda ditës po ndryshon, mirë po nuk e dim se sa do të jetë marzha e kekut, nuk e dim sa do të jetë shuma e jo balancës, nuk e dim sa do të jetë shpenzimet administrative, që të gjitha këto shpenzime i shtohen çmimit që blehet në Alpex, domethënë në bursë. Dhe kjo e shkakton një pasiguritë edhe ekonomike, financiare, po edhe juridike të biznesi. Dhe në këtë kuptim, zëra Funa, kemi pa pra bizneset ose ekonomike, por bizneset e kanë ngritë zërin që nga periudha kur doli ky njoftimi, që këto biznese do të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Mirë po, duket që kërkesat e juaja nuk kanë gjetë mirëkuptim askund. Dhe kush problemi që nuk u gjet një pikë mirëkuptimi, qoftë në mes të Odës dhe ZRE-s, qoftë në mes të Odës dhe qeverisë? Shko, në takimin që kemi pas me ZRE-n, ata kanë qenë shumë konkret. Edhe kanë qenë të vendosur. Vendimin mund të shtyhet me kusht që Qeveria e Republikës Kosovës e subvencionon me një shumë prej 50 milion. Kjo shumë prej 50 milionëve nuk ka qenë e tëra për biznesin privat. 35 milion kanë qenë për sektorin privat, 15 milion kanë qenë për ndërmarrjet publike. Se mos harrojmë, ne përfaqësojmë sektorin privat, mirë po në treg ligjë sot janë ndërmarrjet publike, është edhe ujësjellsi. Që në Zëra Funa, para 2 ditë në temën e njëjtë më shkruajti një profesor i një shkolle, do të thotë një shkollë që kishte mbi 50 punëtorë mësimdhënës, kishte kaluar pra në tregun e lirë, që është një shkollë publike këtu në Prishtinë. E shifet çka është anomalia tani, shkollat që janë publike, që është dashur me kontrakt lirë, i subvencionon qeveria dhe i ka marrë në mbrojtje qeveria, ndërsa shkollat private i kalon në tregun e lirë. Këtu ka dhe diskriminim. Këtu ka shumë gjëra që kanë mu hulumtu, kanë mu hetu, kanë mu studiu në tarvan. Mirë po, ne kemi kërkuar nga Qeveria e Republikës Kosovës që tulet me zyrën e rregulatorit të energjisë elektrike, të zotohet për këtë 50 milion, ose të ofrojë këtë 50 milion, po s'paku për shkak ndryshime rreth kompetencës, tani au deputeta, ministra, kryeministra, le të zotohet së paku si qeveri. Është e mira që edhe deputete partive tjera kanë nënshkruar një dokument dhe kanë dorëzuar në zyrën e rregulatorit të energjisë elektrike ku kanë kërkuar që të shtyhet ky vendim. Kjo është një sinjal dhe një mesazh shumë i mirë që kushdo që do të vjen në qeverinë që inshallah krijohet shumë shpejt, nuk do të ketë, si më thonë, kundërshtime rreth këtij vendimi. Mirë po nuk e kemi gjetë këtë mirëkuptim nga ana e Qeverisë së Republikës Kosovës, edhe tani jemi duke i pa dhe pasojat e para ku kemi biznes që është mbyll, kemi biznes që është riorganizuar dhe i ka liru punëtorët, po është shqetësuese është që dhanat që u publikuan para 2 ditë nga ana e Agjencionit Statistikave të Kosovës e dëshmojnë që rritja ekonomike na ka rënë në 3.65%, ku vitin e kemi mbyll me 4.4%, kurse inflacioni tani ka kaluar mbi 3%, këto janë indikatorë që po tregojnë që ekonomia jonë është duke shkuar te poshtë, nuk është duke shkuar në ngritje. Kush po mat gabim këto pra Zëra Funa, se me ngu qeverinë, thot ke tjera gjëra, me ngu Agjencinë e Statistikave, Agjencioni Statistikave, thot tjera gjëra, oda ekonomike, diçka tjetër. Qytetarët i vuajnë këto pasojat. Po, qytetarët më së miri të këto e vren qytetarët, e vren me xhepin e tyre. Se çdo qytetari tashti jemi në muajin qershor, korrekt nuk e vrejnë shumë edhe ngushtin, po në momentin që do të hyjmë në shtator, tetor, kur do të fillon koha të jetë më e ftoftë, më e freskët, do të ketë kërkesë për energji elektrike, atëherë do të avrin se sa do t'i shkon faktura. Kurse biznesi ka me vrejt me 30 qershor, si t'i vjen faktura e parë, siç ka filluar sot disa marketeve të vogla më shku faktura që e kanë vrejt sot, se disa se kanë kuptuar disa biznese të vogla se çka nuk kupton rritja. Tani e kanë vrejt se sa është rritja. Po mu më vjen keq se ne jemi po pëson biznesi jon, po pëson ekonomia, po pëson edhe qytetarët.